Rreth 80 banor të fshatit Nart u mblodhën pas ditën e djeshme në sheshin para kishës së fshatit për të protestuar kundër mungesës së ujit të pishëm, një problem i rënduar ndjeshëm ditët e fundit. Banorët shprehen se kanë rreth një javë pa ujë dhe situata vazhdon të përkeqësohet çdo vit në këtë fshat të njohur për potencialin e tij turistik. Sipas banorëve, furnizimi me ujë ka rënë nga 24 orë që ishte dikur në vetëm 5 minuta para dite dhe 5 minuta pas dite. Të lodhur dhe të indignuar nga kjo gjendje e papranueshme, ata janë drejtuar me kërkesa ndaj Bashkisë së Vlorës, prefektit dhe ujësjellësit. Madje kanë paralajmëruar se do t'i drejtohen me peticion edhe kryeministrit. Sa vjen e keqësohet problemi i ujit. Nga viti në vit po keqësohet. Kishim furnizimin 24 orë. Nga 24 orë vetëm 4 orë 2 orë para dite, 2 orë mbas dite. Nga 4 orë në ditë vetëm 1 orë para dite, 1 mbas dite. Sot që flas, kemi na vjen gjysmë ore para dite, gjysmë orë mbas dite, 5 minuta para dite, 5 minuta mbas dite. Kështu furnizohet Narta, po talle me ne. Unë personalisht me kam qenë kryeplaku para këtij zoti shesh tashi, kam bërë problem që nga bashkia, kam bërë problem të drejtori, ata shikimi dëgjuat fola me drejtorin e ujësjellësit, edhe të prefekti. S'ka gjë, tash i ka ngel një ashtu vetëm, një zgjidhje, e fundi që mund të bëhet. Nëse do jetë kjo gjendje, do mbledhën si jemi mbledhur sot, e do dërgojmë peticion kryeministrit. Nuk kemi pik ujë, jemi bërë çfarë të them. Kam 5 ditë që kam ardhur me burrin nga Athina, erdhëm për qejf, po nuk mund të jetojmë, të rrim këtu, asnjë minutë. Kanë filluar tani kohët e fundit, edhe bearin e kaluar, edhe tani, që na i presin fare. Por nuk na vin asnjë orë në ditë, që duhet të vi 2 orë në ditë. 6 në mëngjes me 7 edhe mbasdite në të njëjtën orë, 6 me 7. Por nuk na e sillin fare. Jemi ankuar, ku s'kemi vajtur. Atë flisim tani dhe me këta që kanë të komunës, me të gjithë këta. Të gjithë janë ankuar, por nuk bëhet asnjë gjë. Në rase, qeveria ose bloku udhëheqësve, i themi neve të Vlorës, mos na shikojnë me një sy tjetër. Na shikojnë një sy tjetër, nuk jem grek, jemi shqiptarë edhe në parë. Turpi më i madh që ata udhëheqësat të Nartës dhe vjen në Vlorë dhe thonë ka ujë plot ujë. Ku Narta s'ka ujë, ato gratë tona, shikoj si janë mbledhur për të latë orë të palara. Nuk ka bleku dhe kuptoj. Për këtë ujë. Andaj. Si jemi kriminella narkotët. Votat i morën. Narkotët nuk janë kriminella. Pa ujë, pa gjë. Ta dëgjoj Edi Rama. Dëgjoj me Partisë Socialiste jam, antar Partisë Socialiste. Nuk dua atë që është për të thënë. Ta dëgjoj Edi Rama. U furnizoj plakat e gjithë të Nartës, i mush të varrezat. Ja të dëgjoj gjithë Narta. Neve jemi të rregullt që pagojmë ujë të keqen. Neve duam ujë këtu, se është trup i madh. Do zëm krima, do zëm mora. Po qa gjithmonë këtë punë kemi një javë, është trupi më i madh. Kemi një muaj e qa. Një muaj ka, është trupi më i madh. Qa do në zë kolerja? Dhe të na edhin një laqë brënda në atë. Në ujë të vdesim tërë, se kështu do vdesim në vash. I përsëritur 30 vjetë. Sikur me Florita kishim blerë që nga dalë që i breku të bunës, tu bot me Florit do ishim pushtruar tu. Kam 15 ditë pa ujë një njeri në shtëpi. S'na vin djemë, nuk na vin djemë se s'kemi ujë. Çdo vit këtë punë. Takset i merë bashkia, lekët tona i merë bashkia. Të na sjellin ujë, mos të na gënjejnë. me makina ujë dhe nuk e dim se nga i sjellin. Turpi i madh është. Bashkia vin vetëm për votat. Deri në 90-ën ne ishim gati 5.000 banor dhe këtu kishim ujë deri në 90-ën. 5.000 banor. Sot janë 300 veta këtu dhe s'kemi ujë. Kanë kaluar 35 vjetë. Në një përpjekje për të zbutur situatën dhe për të zgjidhur emergjencën, ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve vendosi në dispozicion një autobot për furnizimin me ujë të banorëve. Megjithatë, banorët pretenduan se ky mjet nuk ishte i përshtatshëm për transportin e ujit të pishëm dhe refuzuan të merrnin ujë prej tij. Ujë që këtu ta ngreta në fuqit atje, ëh? Jo, re, jo, pije të bëft mirë, nuk e dua. Hajde na çibushi tu hajde në luleve. Bëhet çati.
I kontaktuar nga Blu Televizion, Ujësiellësi Vlorë shprehet se ka garantuar zgjidhjen emergjente të problemit. Banorët janë njoftuar për situatën dhe disa autobote janë dërguar menjëherë për të garantuar furnizimin me ujë të tyre.